Pak ditë përpara zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, fushata elektorale në qarkun e Lezhës po shoqërohet me tensione të shumta mes përfaqësuesve të mazhorancës dhe opozitës. Pas incidentit të ndodhur mbrëmjen e së hënës mes përkrahësve të koalicionit Euro-Atlantik dhe nënkretarit të Bashkisë së Lezhës, Fatjon Zefi, policia ka vënë në hetim një 38 vjeçar. Nënkryetari i Bashkisë Fatjon Zefi ka kallëzuar në polici 38 vjeçarin se ka penguar lëvizjen e automjetit të tij në fshatin Kolsh për motive politike. Ndaj 38 vjeçarit rëndojnë akuzat për veprat penale, prishja e qetësisë publike, pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit dhe kanosja apo dhunimi ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. Sipas kandidatit të koalicionit Euro-Atlantik Eduard Ndocaj, nënkryetari i Bashkisë Lezhë dhe drejtues të tjerë lokal nga radhët e PS-s po kryenin një aksion për blerjen e votave. Për ngjarjen ka reaguar edhe kryebashkiaku i Lezhës, Pierin Dreu, i cili ka cilësuar veprimet e përkrahësve të koalicionit Euro-Atlantik si provokacion për të tensionuar fushatën në kushtet e pamundësisë për të siguruar mbështetje elektorale. Nga ana tjetër, policia e Lezhës nisi procedim në gjendje të lirë për kandidatin e Partisë Demokratike Gjin Gjoni, i cili akuzohet për shpifje. Procedimi ndaj Gjin Gjonit erdhi pas kallëzimit për shpifje nga kandidati i Partisë Socialiste Ermal Paci, pasi ish-gjyqtari Gjoni akuzoi publikisht 5 përfaqësues dhe simpatizantë të Partisë Socialiste për blerje votash.